në orientalistik, në Mikret, u pranova në Riyadh, në Institutin e Gjuhës Arabe në Riyadh. Nevoja është nëna e shpikjeve. Minut jetës ndoshta dëshira edhe pasioni për arabisht duke dëgju dhe duke lexu. Gjuha arabe konsiderohet një ndër gjuhët më të pasura në botë, edhe normalisht që nuk ka ndoshta shumë njerëz në Kosovë që tentojnë me studiu, sidomos në kohërat do të thotë mëhershme, se tash me ditë gjuhë është qëndruar në një lloj trendi për shkak se qasja e njerëzve është shumë më e madhe, edhe është shumë kënaqësi me pas profesorin e gjuhës arabe Yahya Hondozi. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, i nderuar që e mësot mesin tuaj. Faleminderit shumë që ju keni përgjigj ftesës. Deshta me ditë për shkak se gjuha arabe është gjuhë shumë e pasur. Na e dim, do të thotë me aq sa pak njohuri sa kemi, e dim që është ndër gjuhët më të pasura. Për shembull, gjuha angleze është shumë lehtë e mësueshme. Edhe në krahasim me gjuhën shqipe, nëse i shikojmë ato, do të thotë foljet e këto ka shumë dallim në vështirësi. Mirë, po gjuha arabe e dim që e ka njësin, dyshin, shumësin, ka shumë çka do të thotë që e vështirëson një farë forme. Çka ju ka shty, çfarë motivi duhet me pas që dikush me i hy kësaj rruge? Çu ka qenë për ju? Atëherë, kisha dashur me nda me gjithë opinionin atë rrugtimin tim që e kam me gjuhën arabe. Nëse kthehemi mbrapa në kohë, diku më kujtohet viti 1991-92, kisha 10-11 vjetë, atëherë ne si fëmijë shkojshim të hoxha me mësuar me tep, ka qenë ajo kohë kur familjet islame i dërgojshin fëmijë domethënë të hoxha me mësu. Edhe ishte koha kur kam nisë me mësu shkronjat e arabishtës. Është ndoshta takimi im i parë me arabishtën atë kohë, domethënë po e nisim nga fillimi 91-92. Aty kena mësu shkronjat e arabishtës, leximin e Kuranit, tajwidin, mësimet fetare, e kështu me radhë. Kjo ka vazhdu deri në 95-ën, kur kena bët hatme zyrtare në xhami, kemi përfundu leximin e Kuranit e kështu me radhë. Edhe në 95-ën unë përfundova shkollën fillore, 8 vjeçaren, edhe jam lidh domethënë këto vite që përmendëm me arabishtën, me Kuranin e kështu me radhë. Më ka tërheq gjithmonë shkrimi arab, e mbaj mend ato kaligrafit në xhami, ato bukur shkrime që i shkruajshin fletore, duhet i kem ende trujtura diku. Fletore që kum shkruaj si fëmijë 11-12 vjet. Është kriju një lloj pasioni shumë herët. Po flasim para më shumë se 30 vite. Në 95-ën e ndova mendjen për me regjistru medresën në Prizren. Mirë, po për herë të parë po e them para juve këtu dhe para gjithë opinionit që unë nuk jam pranuar medrese. Nuk je pranu? Për çfarë arsye? Jo, për arsye të panjohura për mua ende sot e kësaj dite. Po flasim për vitin 95, më thënë jemi 30 vite pas nëse kthehemi në kohë. I thash babës që po du me shku në medrese, se shumë pëlqen mu bo hoxh, për shkak të këtyre viteve që përmendet mësimit të Kuranit dhe lëndëve fetare. Baba nuk më ka prish heq, që kurse ndodh zakonisht me ta imponu, jo më shko, jo hoxh, jo kështu, për shkak të në paradokse, ndoshta po më ka përkrah jashtëzakonisht shumë, dhe jam tepër falenderos publikisht ndaj babës për këtë hapti, edhe shkova vetëm mbaj mend në Prizren me dokumente në dorë për më regjistru, edhe nuk dul emrim, nuk e di pse. A ke pyet? Kam pyet, atëherë jo, sepse kam marrë si diçka gatshme si të mos. Si të mirë qenë që ata nuk gabojnë. Nuk gabojnë, ata e dinë domethënë më mirë atë punë dhe u ktheva, dhe ka qenë një kohë pak e zorshme për mu, një farë depresioni nëse më guxoj me thënë, për arsye se ajo dëshira e madhe për me u regjistru nuk u realizu. Mandi u regjistrova vit parë shkencë natyrore, 95, diku vonë, ndoshta nëntor, 2 muaj pas fillimit të mësimit.
96 unë sërish në medrese. Prap. Domethënë isha në gjendje me me humb prit. një vit të shkollës mesme me shku në medrese në Prizren për arsye të dëshirës atje mësohet arabishtja, mësohet Kurani, mësohet lëndë kështu me radhë, që unë i kam desht shumë. Po çudia e madhe që as 96 nuk u pranova. Sërish. Okej. Qysh ke për ju hera dytë? Se e para hajde, po mendoj e gjeni arsye ata kanë Hera e qenë. dytë goditje më e madhe edhe përfundimtare që më mos me provu në këtë rrugë, po me Okej. gra dika tjetër si të po. A kërkove arsye? Se aty Jo. del diçka dalin poenat ose nota mesatare ose Do të tregoj pak më vonë çka ka ndodhur. Okej. Kena me lidh me këtë rast. Okej, Pak në më rregull. vonë. Çka Okej. ka ndodhur, do të përmend çka ka ndodhur 2015-ën. Do të kjo është 95, Okej. që më përmend 2015-ën çka ka ndodhur një rast i cili na lidh me këtë rast. Okej. Pak më vonë në Super. Në bisedën rregull, tonë. po. Kështu që po e lëm një kohë këtë storje, po vazhdojmë 96-ën vazhdova shkencët natyrore në Ravec. Nuk tentova më medrese sepse më shela kapitull se nuk qenë ka kader, thjesht. Kisha një uri fetare, alhamdulillah, edhe në atë kohë si praktikues. Herët edhe vazhdova tutje mbarimi i shkollës mesme 99-ën, edhe regjistrimi vitpar të studimeve në Fakultetin e Filologjisë dega e orientalistikës. Orientalistika ka qenë një derë tjetër, një mundësi për me vazhdu arabisht pasi mu kam shel kjo e medreses. Në orientalistika aty ku jam tash ligjërues si gjuhës arabe, mësohet arabishtja, turqishtja, persishtja, letërsitë. Unë kam shku për arabisht, kjo ka qenë ideja, kam qenë i vendosun, sikurse për medreze. I thash gjithashtu babas tem atëherë që po shkoj në orientalistik, një deg jo shumë e njohur, më ka përkrah njësaj, prap. Në çdo, domethënë, hap çdo gjë që e kam, çdo vendim që e kam marr, ka qenë domethënë përkrahës i jashtëzakonshëm. Më ka thënë thjesht ti e di çfarë është më mirë për ty edhe vazhdo tutje, thjesht. O regjistrova 99 në orientalistikë dhe deri 2002-ën kam mbaru 3 vite në fakultet, filologjisë, dega orientalistikës. Për fillimit kam nisë domethënë me mësimin e arabishtës, gramatika, letërsia, lanë të ndryshme deri 2002-ën kur kam apliku për në Riyadh. Ashtu sikurse shkoj një numër i studentëve në botën arabe dhe unë Kanë shku kryesisht për mësime të shariatit. Po më shumica. Shumica, është e vërtet. Po shumica edhe vazhdojnë me shku shumica, domethënë për shariat ose për këto deg të fetare, qoftë hadith, qoftë tefsir, qoftë, domethënë popullet për hoxh shkojnë. Po të na ashtu e dim përgjithshme. Po. Unë nuk isha prej këtyre. Duke qenë se profili im ishte më shumë gjuhësor, lingvistik, për gjuhë arabe, domethënë prej fillimi sikurse përmendet dëshira për me mësu gjuhë, e përmendet edhe ju një gjuhë jashtëzakonisht e pasur, më e pasura në botë, jo e pasur, po më e pasura në botë natyrisht, edhe më e lehta. Mos të harrojmë. Më e pasur dhe më e lehta për mësu. Më e lehta. Më e lehta. Okej, për ty, për ju. Është një lloj, është për neve si ligjërues edhe kemi bindje se është e tillë. Është kriju një lloj, po shkputemi pak prej temës. Është kriju një lloj fobie tek ne. Është një mendësi e tillë se arabishtja është shumë e zorshme. Arabishtja është shumë e komplikuar. Arabishtja ka një strukturë jashtëzakonisht të vështirë. Arabishtja ka gramatikë tepër të bezdishme. Arabishtja është vetëm për hoxhallar. Arabishtja është vetëm për studius, për një numër të vogël të njerëzve që në gishta. Arabishtja kështu me radhë, që për mu nuk qëndrojnë heq. Ma dhe në studentë të mi e din, po zhvendosemi tash këtu kur ja për arabisht ju them, e para që mundohemi thënë në mësimin e parë, arabishtja shumë e lehtë. Dhe këtë kam, po kalojmë pak tutjet në vitin 2000... A mundesh, më falë, a mundesh qëtu veç qëtë lehtësinë e gjuhës arabe? Do me thonë, që unë e përmenda gjuhën angleze. Nëse krahasoj me gjuhën angleze, nëse për shembull një folje në anglisht në të gjithë përemra ato është I work, you work, do me thonë gjithmonë është njëjtë. Arabisht nuk është njëjtë, po edhe shqip, nuk është njëjtë. Nuk po them që është më e zërshme, apo pak më e vështirë duket, apo? Ajo duket më komplekse, po është kriju... Po du me ditë ku po shihet lehtësia, ku është lehtë, qysh është lehtë? Po, e para është perceptimi. Para se të hymë të sqarimi i natyrës së gjuhës, ose i rregullave të saj, po flasim për perceptimin. Unë besoj fuqishëm se njeriu ja bën vetës.
Ky është mendimi im. O nëse ti dhe këtë e kam shprehë në shkrimet e mia të shpeshta në rrjetet sociale, edhe I them gjithmonë studentëve, nëse ti mendon, nëse ti Vlera mendon se arabishta është e vështirë ka me dalë. Nëse ti ke bindje tillë se kjo s'është për mua, kjo është shumë e zorshme, domethënë është një mundësi e madhe që e tillë ka me dalë. Nëse ti thu vetën në fillim, kjo është e lehtë, çka do qoftë ajo, jo veç arabishte, por edhe gjëra tjera, ti ke me arrit. Më e para është perceptimi sipas meje. Unë pse kam arrit një farë suksesi në arabishte, është për arsye se kam bind veten shumë herët se kjo është e arritshme. Më thjesht me shpreh diçka të tillë, mandej vazhdojmë tutje. Kjo e para. E dyta, arabishte ka një strukturë shumë më të lehtë se sa këto gjuhë që ne I njohim evropiane. Për shembull, po t'jap dy raste, dy shembuj, që mos ndoshta kemi edhe tema tjera kemi zgjedhur. E para, anglisht ka tenses. Ka kohë. Në anglisht ki për shembull present tense, ke continuous tense, ke present perfect, ke past perfect. Unë kam dhënë 3 vite anglisht. Në shkollë të mesme, ndoshta e përmendim edhe këta, në atë rrugtimin tim si erdh puna mu fokusu veç në arabisht. Dhe kam disa lëvizje, disa rokade interesante. Ke kohë të pasuna në anglisht, edhe në gjuhën shqipe gjithashtu, për shembull në shqip bie fjala ke 5 kohë të kryera. Ke ndarje të kohëve që është për një të huaj kjo është e lodhshme. Po flasim qasja një huaj se si mëson gjuhën shqipe ose gjuhën angleze. Ose për shembull një rast tjetër po t'jap për gjuhë gjermane, që I ka nyjet. I ka di, das, den. Gjermanisht t'ja kam I din. Unë si studius që marrë edhe me gjuhë tjera për me pa çfarë cilëten elementet të vështira që një gjuhë e bën të tillë. Vetë këta e pranojnë, bile është një fjali shumë e bukur në anglisht për gjermanishten, thonë life is too short to learn German. Kështu është shumë e sofistikume. Ata vetë pranojnë se është e tillë. Se neve na duket pse perceptimi se këto janë të lehta, anglisht e lehtë, gjermanisht e lehtë, kullaj arabisht e kjo kiamet. Tash arabishtja pse është më e lehtë se këto kur bëjmë një krahasim tash. Bëjmë një lloj përqasje, atëherë vim përfundim se arabishtja ka numër më të vogël të kohëve. Ti në start ke një numër më të vogël që psikologjikisht kjo të ndihmon. Nuk ke 5 kohë të kryera si në shqip, po ke në përgjithësi vetëm 3 kohë. Ke kohë të tashme në arabisht, ke fjalun mudhari'un, ke fjalun madin të kryer dhe ke mustaqbel. Më thënë 3 kohë logjike. Ose është dje, ose është sot, ose është nesër. Pra ka logjik të shëndosh. Nuk ka të nëndarje që e lodhin një studios, një person që interesohet për arabisht. Mandej është një treshe, një simbolik shumë interesante që kam dëshirë me përmend. Treshja e ndarjes së kohëve, sikur se përmendëm madin, mudhariun, emrun, ose mustaqbelun. Ke në arabisht një treshe të lezetshme në disa ndarje. Ke për shembull 3 kategori gramatikore. Ke fi'lun, folje, ke ismun, emër, edhe ke harfun para fjalë. Ke 3 rasa. 3 rasa ke. Ke marfu'un emrore, mansubun kallëzore, majrurun gjinore. Ke 3. Ke 3 mënyra të foljes, mudhariun, marfu'un, mansubun, majzumun. Ke një treshe shumë interesante, më që ndikon jashtëzakonisht shumë për me kap mandej shumë çka me numrin 3 si simbolik. Me lidh, çështo që me lehtësu. Me lidh me diçka. Domethënë një njeri që don me mësu gjuhën arabe, mi pas parasysh që to ka 3, se nashta pak e kufizojnë atë, më thonë atë horizontin ton me pa gjuhën arabe si diçka shumë të madhe dhe të paarritshme. Po, në fillim duhet me pasi diçka të kapshme. Ajo është e madhe. Ai që dëshiron me marrë disa informata të përgjithshme, po, natyrisht. Është gjuha më e pasur në botë, sikur se përmendëm, e flasim mbi 400 milion njerëz, ka një histori 1500 kusur vjet, ka trashëgimi literaturë të jashtëzakonshme të tjera, mirë po këto nuk I jepen zakonisht atij që mëson, po I jepen disa mëlmesa të lezetshme për mu futë në gjuhë dal nga dal, mandej me arrit simpatinë ndaj arabishtës, dashurinë ndaj saj,
edhe me vazhdu këtë rrugtim. Të treshë, për shembull, ajo që mësohet pas kësaj konkrete, janë foljet me 3 bashkëtingëllore, sistemi folior i arabishtës, Po. që ndërtohet, pra arabishta ndërtohet mbi këtë bazë. Okej. Nëse shtym pak Foljet me 3 tutje. bashkëtingëllore. 3 bashkëtingëllore është baza e arabishtës. Okej. Për shembull këtu ke me qindra shembuj që mëson studenti, për shembull ke qala, kana, ja'ala, darasa, kataba, dhahaba, E kaluara. Këto të kaluara, se baza e sistemit ose foljes është në kohën e kryer, në vetën e tretë të njëjsit gjinia mashkullore. Prej kësaj mëndi burojnë fjalë të ndryshme. Arabishtja prodhon fjalë, është një lloj, me pak humor i them, është një lloj maqine që prodhon fjalë. Prej foljes. A ke parasysh? Po kam parasysh, po realisht, okej. Kjo besoj se ndihmon qasjen lehtësuese të një studenti që hyn kësaj rruge. Po. Po ju kuptoj, edhe domethënë pak a shumë di atë idenë e juaj që me lehtësu. Po, cila mendoni që është mënyra qasja ose libri ose çush ju funksiononi, si unë e di që ju edhe realizoni dhe kurse private nëse nuk gaboj, domethënë të gjuhës arabe, përveç që jeni profesor i saj në universitet. Për shembull, unë personalisht kom qenë në Jordani 3 vite, edhe vitet e para i kom studiu 4 nivelet e gjuhës arabe. I kom studiu si ju, por i kom mësu në kulien e të huajve. Edhe tash, aty i kemi përdor kryesisht libra, të cilët kanë qenë kryesisht libra fetar, do thotë që ka pas ajete, hadithe, është tregu, do thotë ndonjë ngjarje e Muhamedit alayhis salam, një farforme që kjo ka qenë. Mirë po, unë mendoj që ato mësime nuk është që mu kanë desht mu në jetën time të përditshme, kur unë dal me ble buk, kur unë shkoj në treg, ose kur du me shku në dyqane me ble roba. Shembull po e marr. Me thonë, se unë nuk jem shku me studiu islamin, po vish me mësu gjuhën. Cila është mënyra ma e mirë sipas jush me mësu gjuhën për komunikimin tonë të përditshëm? Po, shumë e qartë. Para se dalë të kjo çështje dhe me dhënë një përgjigje që unë mendoj se është më e duhur, po kthehemi pak mrapa tek ai rrugtimi që nisëm për me orë Po. Me bu një lidhje dhe për dëgjuesit. Okej. Në 2002 unë shkova në Riyadh. Se kjo ka lidhje me atë që thash pse është e lehtë, pse është gjuhë e lehtë. Alo, nuk jem të e kuptu, po shpresoj që e kuptoj. Po shpresoj që kemi kuptu ti edhe gjithë ata që në përcjellën kanë me kuptu. Jo, realisht, pëmënoj, unë e kuptoj që është, pëmënoj, pedi idenë, po nuk e di pse. Kjo mund tjetë tem diskutabile, të mirë me vesh. Po, normal. Po nuk e di pse prapë më tingëllon si e zvështirë. Po e para është perceptimi që unë besoj fuqishëm, gjithë ata që i kanë bu vetës lehtë, ju është bëj lehtë. Po kthejmë të e para. Mandi ka sfida si çdo gjuhë. Po të kthehemi pak këto në vitin 2002. Unë i la studimet në orientalistik, në Bikret, u pranova në Riyadh, në Institutin e Gjuhës Arabe në Riyadh, Xhamiatul Malik Saud. Edhe kam pas një profesor jashtëzakonisht, më thënë, interesant, them kështu si tip, si karakter, i cili jepte mësim në formën jo asi akademike, si kurse ka pjesa dërmuese. Po ishte shumë i qasshëm, i thjesht, për toke, si themi ne. E mbaj mend shumë mirë që të ke shpesh lughatul arabiyetu ka akli ice cream fi sayf. O zot, gjuha arabe është si me hongër akullore në verë. Okej, do të thonë çaq e shishme. Çaq e lehtë. Unë mandej kam kuptuar që kjo ne kishim vështirësi, sikurse ti që ke mësuar arabisht, se që mëson, ka sfida. Mirë, po nëse qasesh në këtë mënyrë, të lehtësohet. Unë kështu e shoh spaku, edhe mundohem që këtë mendim pozitiv me përçuti këtë tjerët. Mos ma kanë mësu qështu. Jem tash më ktheve në kohë dhe jem të e kuptu që nuk ma kanë transmetu. Unë si mësues, këtë e kam marrë nga ky profesor dhe nga mësimet e mia, që me ndryshu qasjen edhe po tregoj për një sukses tjetër që kam student me këtë qasje pozitive, optimiste. Edhe me larguar të fobinë, atë frikën, që është grumbullu, është akumulu, dikush e ka plasu si ide, se arabishtja i numërun pak merët është e tillë, por mu nuk qëndron fare ajo. Dhe kemi ndryshu qasje prej kohës kur
kur kam nis me punu si ligjëros. 2004 unë më ka ndodhë goditja e dytë. 95-96 ishte ajo koha kur jam refuzuar nga medresja. Po. Nuk do të përmendim më vonë një rast interesant. Po goditjet të bëjnë më të fuqishëm. Po. Ajo që nuk të thënë të forcon më shumë. Unë kështu gjithmonë e kam si parim në jetë. Edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë ajo thënia e Muhammed Aliut, boksieri i famshëm. Po. Është thënie shumë e bukur, kur thotë në ring sa i bokser në ring dhe jashtë ringut, nuk është problem me urzun tokë. Po është problem mos mu qu. Po, e vërtet. E të shumica kur binë rinë që aty në tokë. Shambull, bjepi provimit, kur gjo puna e. Nuk qohet prapë. Po. Nuk e shë vetën si mundë si dytë. Kjo është në gjitha fushat, pra është diçka që ka rokë shumë gjanë. Unë jam refuzuar 95-96 për medresës, më është bën një zullum në atë kohë. Në 2004 kam mbaru Institutin e Lartë të Gjuhës Arabe, Ma'had al-Lugha wa Thaqafa, Xhamiat Malik Saud, Instituti për Gjuhë dhe Kulturë në Universitetin e Mbretërisë Saud në Riyadh. Edhe 2004 ka qenë koha kur pas institutit duhet me vazhdo studime normale të fakultetit. E isha para një komisioni, kur se haroj. Dhe është hera parë që po e shprej këto. Ishte një tavolinë ovale ashtu në një sallë të madhe. Qëllimi ishte ju mu pranu në fakultet. Po. Më thënë ishte, kur e mbaron dikush institutin e gjuhës, 2 vjetë, bëhet një lloj testi, një vlerësim, do më thënë praktik, thirret një nga një, çdo kush futet brenda në sallë, dhe komisioni, legjne, e pyet këtë student çka do me studiu ti. Më thënë, përveç vlerësimit me shkrim, provimit që ti kalon, duhesh mu paraqit para komisionit, mu përgjigj pyetjeve tyne pse do me studiu këtë degë që ti ke zgjedh. Dhe unë futa mrenda, ishin disa profesorë dhe isha, më thënë, mjaftueshëm i gatshëm për me komuniku në arabisht pas 2 viteve, praktik, që këtu është ai sistemi i mësimit arabishtës, gramatika, teorie, kështu, ishin bazat që unë i kam ditë në para se me shkon riyadh prej orientalistikës. Po aty është pjesa praktike, sikurse e ke provuar edhe ti në Jordani, që aty tamam ti, më thënë, përplasesh me gjuhë, edhe prej zorit të mëson. Bile zori dihet është mësuesi më i mirë. Në arabisht thuhet el hajatu ummul ikhtira. El hajatu ummul ikhtira. Me përkthy bukvalisht bjen nevoja është nana e shpikjeve. Zori po të mëson shumë. Shkon ti në dyqan për shembull, ki nevojë për bukë, ti ki me fol. S'ki çare. Mandej kanë thënë gjithashtu el lughatul mumarasa. Gjuha është praktik. Nëse nuk i praktikon ajo avullon mastikohe edhe vetë avullon, zhduket. Unë futa mrena edhe me ato pyetje tyne të shumta shkruajshin nga pak si tek këndej. Edhe unë shpreha atë dëshirën time që prej fillimit para se me shku në Riyadh e kam pas. Në 2002 kam vizatu planin që unë shkoj në Riyadh. Instituti i Gjuhës, 2004 kur përfundoj me shku në Kullijet të Lugha wal Adab, në Fakultetin e Filologjisë, dega e Gjuhës dhe Letërsisë, që ishte në Riyadh në atë xhamia. Mirë po, erdhi një iktirah, një propozim i çuditshëm nga ana e komisionit, nuk e di pse, prap, nuk e di, dy herë të ndryshme nuk e kuptoj arsyeën pse ka ndodhur kjo, po qaderullahi wa ma sha'a fa'al. Është kaderi i Zotit dhe duhet mu pajtu me ecë përpara, mos me nejt poshtë në ring, po me uqu pa tjetër. Çka ndodhen që atë ndodhi që ata nuk e pëlqyjnë këtë propozimin tim, që unë të është hapur, është i qare, me u pranu kam dëshirë mu pranu, me vazhdo studimet në gjuhë dhe letërsi arabe, erdhë propozimin nga anë e tyne që me vazhdo në Kullijetul Idara. Fakulteti Kulije është, po, administrat. Administrat ka këtu sa dush tëna. Të mytë administrat këtu tëna. Na kemi shku atje për diçka tjetër ju për administrat. A ke parasysh. Unë refuzova, nuk pat zgjidhje tjetër ose këtë ose hiç. Take it or leave it. Sikur se thuhet. Edhe unë mora të khuruj nihai.
Për me përfundu me njëherë mu shkëput. Po, shkëputje përfundimtare, jo një për njerë më vazhdu prapë. Okej. Është një haj është që ti merr vendimin përfundimtar që kthehesh Kosovë dhe ma nuk vjen Saudi. Okej. Ose vazhdon idare ose kthehesh. Se je para një vendimi të tillë. Po. Vjen shtatori, a do me vazhdu ti djali mirë apo do më kthy në Kosovë zgjidh. Unë u ktheva në prill të vitit 2004, më thënë nuk i kam bë as 2 vite në Saudi. Kam shku në shtator 2002, në prill 2004 jam këtu. Pra i kam bë gjithsej 3 mustawayat. Po. 3 nivele. Kam shku te i dyti, i kisha bazë po, për herët. Okej. S'ke pas nevojë për i të parit. Ja, kam shku direkt, është bëja i vlerësimi që bëja zakonisht. U futa te niveli 2, 3, 4 dhe mbaroj. Mbaru 3 mustawayat, kisha, më thënë, darajat shumë të nalta. Poena, do më thënë, mumtaz në çdo land, mbi 90 poena në çdo. Tamam, do më thënë ajo që kërkohet për një studios gjuhës arabe. Mirë po nuk më dhanë. Okej. Arsyeja që kam marrë ka qenë banale për mua. Kjo degë është rezervuar vetëm për sauditët. Okej, sa Që interesant. nuk ka qenë e vërtetë sepse kishte bosnjak që kanë Studio, ishte një bosnjak para me, po ky ka deri Allahut definitivisht. Unë u ktheva dhe kjo më ka bë më të fuqishëm se kurrë. Okej. Që zakonisht njeriu kur ja kaput shpresat, për një dëshirë të zjarrt, për një pasion, dashni të tillë ai demoralizohet edhe lën krejt. Unë 2004 kur jam kthyer mbaj mend kam qenë më i fortë se sa më pas vazhdu ndoshta. Nuk di ka ardhur. Ndoshta ajo dëshira e madhe për me arrit, me pas sukses, njeriu mandej gjen rrugë tjera. Ka rrugë, veç duhesh me i gjetë. Rrugë gjithmonë ekzistojnë. Unë fillova me të madhe me dëgju arabisht. Dëgjua mësohet me dëgjim është një temë tjetër që mund ta hapim të diskutojmë. Gjuha është dëgjim, pjesa më e madhe arrihet me atë dëgjimit. Me vite kam dëgjuar në fusha. Po. Unë jam i thari flakt i gjuhës fusha, jo i lehexhat, i dialekteve, po i gjuhës standarde. Po është pak e vështirë me e majt. Nëse jeton në një vend e vështirë është me majt kur je këto. Kur je në Kosovë? Kur je në Kosovë, është vështirë me majt për arsye Fushën është vështirë me majt. Me rujt gjuhën është. Okej, me rujt gjuhën, atë që kim mësuj jashtë për shembull, kur kthehesh tu me rujt në çat. E vërtet. Po është zor për arsye se ty të kapin disa obligime. Po normal. Edhe gjuha shqipe është mandej parësore. Okej. E mandej çysh vazhdoi rrugtimi tutje? 2004, domethënë unë vazhdova, bile kam përmend një shkrim, më ka bë hajër, kam përmend ai refuzimi i Riyadit për arsye se unë i hi në gjuhës vet. Vet? Këtu, në Kosovë? Po, unë kisha bazë mjaftueshme, domethënë 2 vite të njohjes, kam sjell libra me vete, të arabishtës, kisha njohurit mjaftueshme për me lexu libra dhe me kuptu arabisht. Por është ajo baza themelore që i duhet dikujt. Dikush mund të thotë po pak është 1 vit e gjys. Po është e vërtet nëse flasim për kozgjatjen, që 1 vit e gjys është pak. Mirë, po nëse shfrytëzon maksimum 1 vit e gjys është shumë. Veç me çato mirësh, po. Unë për shembull në Riyad, sa kam qenë mbaj mend përveç mësimeve që i kam bë, unë shkojsha në bibliotekë me marr libra, me lexu. Mësim më të madhe e kam pasur studime, domethënë ai pasioni që kam pas veç ashtu më shumë e më shumë. Edhe përfitimi ka qenë jashtëzakonshëm, mjaftueshëm për me vazhdu tutje këtë rrugtim që e kam marrë si vizion, jo profesion. Këtu ka dallim shumë të madh në një fushë caktuar. A ke mision në jetë për me përçututje, më marr veç me ta, apo e ke veç hobi dhe rrugës hajt po merrem edhe me këtë punë. Unë e kam shndruar herët në pasion arabishtën që jetën me shkri, domethënë këtu. Edhe në kontribute të arabishtës. Qoftë mandej do të flasim edhe për përkthime, për shkrime kështu me radhë, për produkte të tjera. 2004 kam vazhdu me lexim dhe dëgjim, domethënë janë 2. Ti vet, pa jo student, në Kosovë. Po. Në Kosovë, bile 2004 mbaj mend pa punë. Po. Që një hajër i madh gjithashtu, natyrisht nga ana materiale është ke pas mbështetje. Mbështetje familjare natyrisht. Është viti 2004 kur kam lexuar ndoshta me orë të tana arabisht dhe jam marrë me dëgjimin e fusha, gjuha standarde për me rujt sepse ajo avullon nëse ti nuk merresh, nuk ishte mënyra tjera.
Këtu nuk ishte diçka që ty të lidh me arabisht, përveç se ati mjeti ose vegle që duhesh me shpik vetë. 2005, ecim kështu, dal nga dal kam... Më falë, zot, para se me vazhdu të viti 2005, vazhdojmë me një blok marketingu dhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Po kthehemi te viti 2005 me atë thënien, do të thonë, shumë të madhe, që ndikon shumë në ashtat e studentët, po që për shumë prej nesh mund të tingëlloj ka njëherë qesharoke, duke e po gjuhën arabe si diçka shumë të madhe, edhe vështirë të arritshme, edhe duke transmetuar që është qaq e lehtë si me hongër akullore në verë, din që është sendi më i mirë për ne. Qysh ishte viti 2005? Kjo ishte 2004, sikur se përmendëm, 2005 është dashur me u marrë me një angazhim konkret, profesional. Ishte një konkurs në Ravec në shkollën e mesme për gjuhë angleze. Anglishtën e kam mësuar kështu vetë në familje, flasim krejt anglishtën, kisha njohuri si fëmijë. Në ndërkohë kam mbaru orientalistik 2004 kur u ktheva prej Saudis. Edhe me atë diplomë universiteti kam apliku në shkollë mesme për anglisht. Aha, okej. Është një periudhë interesante, 2004, 2007, 2005, 2008 në falë, kam dhënë anglisht në shkollë mesme. Okej. Gjatë kësaj kohe po? Gjatë kësaj kohe njëkohësisht arabishtja ka qenë shpirti, e kjo ka qenë thjesht shumë formale trupi, veç me kry një punë për me marrë një rrugë. Jo i lidhun shpirtnisht dhe me atë pasion sa kam qenë me arabishtën. Këto 3 vite kalon ashtu njëkohësisht unë vazhdova me arabishtë, me lexim dhe me dëgjim. Kur jemi te dëgjimi kam dëshirë me përmend një element shumë të rëndësishëm që ndoshta i ndihmon edhe audiencës që po na përcjell. Ligjëratat e Sheikh Abdul Hamid Kishk. Është një ligjërues i verbër, rahimahullah, i cili kishte incizu hutbe në vite 70-80 në Egjipt. Dhe është në atë arabishtet nivelet më të lartë mundshëm. Është fusha shumë e lartë. Edhe është një mundësi jashtëzakonisht e bukur për çdo person që dëshiron me dëgju në arabisht me u fut në atë pjesën praktike, me mod vetra po kupton apo jo. Unë 2002 nëse kam qenë në Saudi kam nis me dëgju ligjërata.
derse të këtij shehu, edhe kjo më ka përcjell me vite dhe sot e kësaj dite që jemi duke fol, unë po e dëgjoj Abdulhamid Kishkun. Okej. Dhe Do të ky thonë është- ndihmon Kjo shumë është në shkollë në vete Okej. për dëgjim. A mundeni profesor me na tregu pak a shumë për gjuhën fusha, se na tani po e përmendim, po për ata që nuk e Po, din. gjuha fusha lughatul arabiyatul fusha është gjuha standarde arabe. Okej. Kur flasim për arabisht ka si çdo gjuhë është standarde. Si edhe na gjuhën letrare si që gjuhë kemi. letrare, standarde është dialekt ose gjuhë e popullit. Po. Lehexhat. Lehexhat. Kur themi fusha është ajo që ne synojmë me arrit, për arsye se kjo të përmbush në radhë parë, të mundson me kuptu gjithë arabët në botë kudo që janë, të mundson me lexu literaturë nga fillimi sot e kësaj dite, më thënë të zgjeron horizontin shumë më tepër se sa dialekti që është më i ngushtë. E qartë. Kjo është se përket termit. Më falë që ju fusha. ndërpreva. Mandej, Po. do më thonë ju ishit mësimdhënës i gjuhës angleze dhe njëkohësisht ishit duke u marrë deri në vitin 2008 me mësime private për veten ju edhe duke dëgjuar për gjuhën arabe. Po, deri 2008, më thënë 3 vite kam dhënë anglisht. Po. Njëkohësisht që marr nuk është ndërprej asnjë minutë jetës ndoshta dëshira edhe pasioni për arabisht duke dëgju dhe duke lexu. Kam nisë gjithashtu me përkthimin në vitin 2005-2006, deri sot e kësaj dite. 2008 jam pranuar në orientalistik, si ligjëruesi gjuhës arabe, ishte një konkurs në atë kohë, edhe e lash shkollën e mesme për të kaluar në Prishtinë, ku jam sot e kësaj dite, ku ligjëroj arabishtën, gjuhën dhe letërsinë arabe. Mandej u shkputa plotësisht prej gjithë këtyre profesioneve, nëse mund të them anglisht, e punëve tjera, Po. për të fokusu komplet vetëm në arabisht. Flasim nga 2008 e këndej. Këtu janë 2 çështje. E para është puna profesionale në fakultet, e tjetra është përkthimi, domethënë i vazhdueshëm, përkthimi i librave nga arabishtja në shqip. Okej, që juve ju ka ndihmu. Patjetër, duke bën një punë ti e përsos më mirë. Edhe mësuesi besoj që mëson shumë duke e dhënë atë lëndë. Edhe mësuesi arabishtës ose çfarë do të shoh fushë tjetër, në momentin që futet edhe e jep ata, ai mëson nga student, nga përvoja, fillon me u zgjeru në atë disiplinë dhe bëhet një lloj profesionisti pas një kohe. Si cila punë që e ka atë përvoja, do më thonë e rrit, e zhvillon edhe avancon në qatë profesion. Po du me ditë tash, a rritëm të ndërlidhja e medresës vitit 95 ku nuk u pranut? Po. Okej. Po, këto janë tani vitet produktivitetit konkret, më thënë janë vepra që kam nisë mi përkthy. Të përmendim gjithashtu një rast interesant të përkthimit të veprës Muqaddime Ibn Khaldun, është në Shqip 2 vëllime ka dalë. Përkthimet të arabishtës në Shqip. 2015 jemi në atë moment ku unë e kuptova jo tamam plotësisht, po i farë forme, hajtë të themi, kam kuptu arsyeën e refuzimit. Ishte një konferencë në Fakultetin Studime Islame në Prishtinë, edhe unë isha i ftuar nga Fakulteti i Filologjisë, më thënë në konferencë për me trajtu një çështje të përkthimit të Kuranit, disa terme të përshtatjes arabisht të shqip, edhe po zbres nga objekti fakultetit edhe në bord të FSI-s e takoj një person që nuk e njeh kush është. Po. Ai ishte bashkë me një hoxh, të dy ata, e njoh atë hoxh, e këtë nuk e njefsha, kur u afrova unë, ky po më thotë, ky tjetri, thotë, a e mban mend, apo të kujtohet? Qa po thotë që më kujtohet, asha është muhabeti. Tha, apo të kujtohet vitin 95. Edhe ndodhi goditja. Në nemi 2015, më këtën mrapa 95 të 20 vjetë. Shë di 95 kam apliku për medreze, nuk u bo. Unë jam drejtori medrezes. Më thotë kështu. Unë jam drejtori edhe ti nuk je pranu, veç më bani kështu me dorë. Hajrt ka dalë, tha, mos mërzit.
Ai ka qenë edhe atëherë drejtor. Po drejtori ka qenë atëherë, tash nuk e di 2015 ka vazhdu me qenë apo jo, Okej. nuk e di, ka qenë ende ajo, mirë po. E çfarë kuptimi ashtu, pat? Ti farforin po ashtu ka qenë, mos e bo shumë të madhe, s'ka derë ty hajt ka dalë. Jo, 20 vjet masi se ke bërë të Po, madh. hajt ka dalë. Tash hajt ka dalë një farfor me sipas konceptit ti që unë isha bo hoxh, sikur t'isha pranu, Okej. tash je bo profesor, e tash je më shumë se sa hoxh, Okej, apo okej. kupton? Okej. edhe një farfor me ty hajt ka dalë që si pranu. Mhm. Tash në rregull. Qa mësova unë për kësaj që njeriu kur i bën dikujt diçka, ai herë kur do e pranon që është fajtor. Okej. Kjo është mësimi që unë nxorra. Pa kërkutiç. Prandaj nuk kam kërku. Kjo më kthen a diku. Kjo më kthen tek rasti i Jusufit alayhis salam. Zulejha, gruaja e ministrit, ka tentu me bozina me Jusufin alayhis salam. Ai nuk ka pranu. Ajo ka qenë fajtore, por nuk ka pranu që është fajtore. Kanë kalu vite, ka shku në burge, ka qëndru pa drejtësi e tjera, ka dalë për burgut, ajo ka dalë para mbretit e ka thënë, ana rawattuhu. Unë kam tentu me josh ata. Vetë ajo ka pranu. Se njeriu nuk e lën ndërgjegja. Herdo kur do pa nxjerr. E nxjerraj. Është ti mos e çka kam mësuar mu këtu jeta, është që unë me vazhdu rrugën tem. Kështu rrugën tem me vazhdu shumë qartë, është i qartë. Edhe mos mu interesu për këto, thjesht është një lloj pjesë e jetës, natyrisht në dhem shumë, mirë po vjen koha kur ata kushdo qofshin e pranojnë, e ne arrim tutje Po. me shumë vullnet edhe shumë dëshirë në rrugën tonë që kena vizatu në fillim. Nuk ka qenë lehtë hiç. Këta janë ndoshta është pakica që ndoshta e kanë rrugën shumë të qartë dhe pavarësisht sfidave vazhdojnë tutje. Që njerëzit thehen në këto momente. Unë kam pranu, po e them prap, 2 goditje të fuqishme, që më kanë bërë më të fortë edhe kam ecë përpara. Po më intereson me ditë, a pajtoheni me atë që ka thënë drejtori i medresës i asaj kohë që ma mirë të ka dalë se me pas qenë hoxh? Nuk pajtohem, po është kështu bën njerëzit zakonisht. Aha, okej. Po nëse pëlqen- kishe pas dëshirë me qenë hoxh ma shumë? Unë kam shku për hoxh, me thënë drejtën. Okej. Se medresjet për në hoxh. Po. Nuk e Po. di mandej çka kishte ndodhur. Vazhdu, okej. Unë thjesht kam shku, arsye ka qenë me mësu arabishtën, Kur'anin, ato që kom mësu herët si fëmijë, me vazhdu më ndej një zot e di. Nuk është bua ajo, unë kam gjetë një rrugë tjetër të arabishtës, po jo të drejtimit fetar, se unë nuk kam kry për hoxh që të Po. i qartë për publikun. Po. Unë më thënë, jam mësues ligjëruesi gjuhës arabe, natyrisht prej 2019 këndej do të vim ndoshta pak më vonë te ajo të këfenere dhe mësimet të arabishtës kuranore, më që është pjesa e fundit e rrugtimit, nëse kapim nga 91 edhe ecim më thënë një lloj lidhshmërie të këtillë, vim edhe aty, mirë po e shoh ashtu se njerëzit të tillë janë. Më pëlqen njerëz zakonisht shumë kur thot Fudhali ibn Iyadi, men arafa an-nas istiraha. Men arafa an-nas istiraha. Kush i njeh njerëzit është rahat. Nuk stresohesh ti mandej, se njerëzit të tillë janë. Bëjnë hile, bëjnë keq. Kjo është, a di nëse zhvendosim pak, nëse kalojmë diku tjetër, është shumë normale është. Do që herët duhet me kuptu. A ju kanë shërby këto përvoja, jo gjithmonë të mira, në punë, a ju shërbejnë për punën tuaj sot me student? Që me kuptu anën emocionale të studentit, se kanë herë... Shumë. Okej. Jo zakonisht shumë. Edhe mundohem me u fut në shpirtin e secilit. Edhe më dhën këshilla, më thënë të sinqerta, shumë të sinqerta, sepse kam kalu vetë në për ato kriza. Edhe kjo kam i ndihmu besoj shumë, se nuk ka çare pa kalu njeriu në ato qofshin të vogla të mëdha. Edhe mundohem, më thënë gjithmonë ku kam mundësi, me orientu përveç anës profesionale mësimdhënies të arabishtës dhe literacisë arabe, me folë edhe për motivim sepse sot është specie në zhdukje. Po mendon njerëzit cilët kanë interes për... Po vrehet kjo në mas të madhe, më thënë që kara vullneti, dëgjojmë në shpesh herë, edhe për arabisht bje fjala, është dëshira natyrisht, po herë pas here, duhet natyrisht me folë, e kjo në lidh neve me të që thëmë pak më herët, mi thënë që mos e merë arabishtën tillë si kiamet. Thjesht është. E pak më buzëqeshje. Po, çka po mendoni që na ka bu neve me pa qështu? Se realisht, po buna shumë e sinqert edhe studentet orientalistikës, edhe të FES, në FSI, edhe të medresës,
i kanë të njëjtat komente, do thotë, pavarësisht unë s'kom qenë pjesë e Për këtyre. arabisht, Po. Do thotë kryesisht po flas, flitet që gjuha arabe sidomos po flas medrese. Ndoshta pse është mosha më e ulët, mosha më të ri, ndoshta edhe me mësu një gjuhë të re me shkronja që s'përshtat, nuk janë shkronja latine siç ne i përdorim. Në përditshmëri komentohet si diçka jo shumë e lehtë. Po konsideroj ndoshta është qasja më shumë. Ajo që na ka bu me pas që të këndvështrim? Me para kishte me thënë po qasja, perceptimi që përmendëm, metodologjia mendoj që është e gabume, Okej. është qasje shumë teorike, e thatë, nëse guxoj me thënë ashtu. Mandej është nuk i jepet ky perceptim që përmendëm në fillim se duhet më jau mësuesi e ka, më thënë në dorë këtë kartë që duhet më përdorë, më thënë që është e lehtë, mos me përdorë në fillim ato vështirësitë që zakonisht mësuesit i bëjnë atë gabimin në hapa, duhet me bën një rokad që më shty pak më vonë, mos më thënë fillim studentit është në arabisht libri Kitabi Sibawayhit. Ka faqe, vëllime tjera, ai tutet e lën krejt. Mi ofru këto që përmendëm më herët pak në fillim. Okej. Ki foljet me 3 shkronja, ki 3 kategori, ki ndamje, ki 3 zanore të shkurtra, ki fetha kesra dhamme, nuk ke shumë, ajo është e pasun, po pasuria arabishte sa di ku qëndron. Pasuria arabishte qëndron në pak. Në pak, okej. Në anglisht është një shprehje less is more. Arabishte kështu funksionon. Kur është më pak është më shumë. Ajo shpreh pak, që është logjike tip me pak e kap, edhe thu shumë. Për shembull një rast po t'jap konkret për me kuptu më mirë. Po. Fjalia më e shkurtë që mund të jetë në gjuhën shqipe është me 3 fjalë, fjalia e thjeshtë. Po. Unë jam mësues. Unë jam mësues. Po. Janë 3 fjalë. Arabisht e përdor vetëm 2. Vetëm 2. Kjo është më lehtë sepse mbahet mend 2 më pak se 3. Kur ti mëson për shembull në arabisht ana mudarrisun dhe ke shpreh një fjali, kjo a di çfarë nxitje është për studentin që unë jam mësues. Unë jam Kjo mësues. është, po? Ana mudarrisun, unë jam mësues. Anti talibetun, ti je studente. Ti shprehesh me 2 fjalë. Ajo që është 3 një farë forme, ajo që është 3 në arabisht, në gjuhën shqipe, falni, në arabisht është me 2. Do të thënë arabisht është shpreh më pak thot shumë, se nuk ka folje ndim se jam. Fare. Kur jep disa elemente të këtilla, cilat unë me që jemi këtu në këtë temë, është një libër në PDF, cilën e kam botu 2021 dhe kam shpërnda, e ka titull interesant Ngjym pak arabisht. Ngjym pak arabisht. Ngjym pak arabisht. Okej. Si bukën që ngjyn. Okej. Ngjym pak. A vishën PDF është? PDF është, mund ta Okej. shpërndahet edhe mund të gjendet, nuk është shumë i madh. Mund ka këshilla, për më bën këshilla shumë interesante, disa prej tyre ndoshta i lexojmë në fund të këtij misioni me leje, janë kam menduar që ta përmbyllim në fund të misionin me 4 këshilla praktike. Perfekt. Si me mësu më lehtë një rritur arabisht. Një rritur, po, shumë mirë. Bashkë më kishte interesu, po njëkohësisht. Për shembull, njëkohësisht edhe të tjerët si kishte me qenë forma më e mirë që një rritur që ka interes me mësu arabisht në çka me bë konkretisht. Okej. Kemi 4 këshilla të cilat kemi me nda nga libri Ngjym pak arabisht. Përveç kësaj aty ka shumë sugjerime, ka këshilla, ka njohuri elementare për më qasë arabishtës më kollaj, më thjesht, më për tokë. Po, çka ju bën profesor juve me majt që ju përmendët gjuhën fusha, letrare, në gjuhën arabe letrare. Mirë po, për të gjithë ata që jetojnë në vendet arabe, po konsideroj që nuk është shumë e lehtë me u majt për shkak se ti shkrihesh në atë të folurën e përditshme që ndodh në një vend të caktuar. A është e vështirë për ju, domethënë me qëndru në çato? Është e vështirë, është bajegi e vështirë. Unë edhe kur kam qenë në Riyadh, po do të mendoj me juve, unë kam fol vetëm në gjuhën standarde. Ndryshe nga shumica ose krejt studentierë që binë për provimit në këtë rast, për fat keq, unë këshilloj të gjithë ata që në përcjellin, me marr këtë këshill dhe me provu, i kam thënë edhe studentëve në Saudi, kur shkoj sa herë takohem me ta, që ti duhet m'ja imponu, jo ata ty. Në farforme ne bim pre e kësaj
e kësaj gjuhe të folur, në duket më e lehtë, edhe gradualisht fusha, domethënë ky standardi shkon duke ushu pak nga pak. Gjithmonë është më lehtë, domethënë kjo është më e vështira, po është më e mira. Po. Ajo që ka vlerë, ajo që ka vlerë është natyrisht më e shtrenjtë është. E vërtet. Edhe ka nevojë për përkushtim, për angazhim, për vazhdimsi e tjera. Unë për vete, po ju tregoj, edhe si studente kam rujt, mu për shembull më kanë pyet edhe vazhdojnë me na pyet, me na fol në lehgje, në dialekt, unë ja kthej gjithmonë në fusha, në standard. Për arsye se kjo është diçka që unë e ruaj me shumë xhelozi. Që kjo më bën gjallë, edhe si mësues, edhe si person që kam vizion me përqututje, edhe tjetra që është patjetër rëndësishme më përmend, gjuha, dialekti të ngushton shumë, të kufizon jashtëzakonisht shumë. Domethënë ti me këtë lloj gjuhe mundesh me u marrë vesh vetëm me një numër të vogël të njerëzve. Prandaj ke lloje të ndryshme të dialekteve. Ke lehgje saudije, lehgje misrije, urdunije, secili shtet ka dialekt vetin, edhe është i kufizuar sikurse të folmet që janë të njohura. Fusha standardi është për krejt. Domethënë ti me këtë njohje ti përfshin shumë më tepër. Po, nuk e i kufizun vesh në një vend. Jo, mandej ti ke qasje, me fusha ti ke qasje në literaturë. Problemi i madh që ne her pas here po më vjen dhe po e dëgjoj është për shembull një person I cili ka kryer studime bie fjalë dhe vjen këtu, nuk e mban pas një kohë, më thot për shembull e kam vështirë me kuptu libra çka më bë. Për shkak se ka fol gjuhën amie edhe ka fol gjuhën amie. Janë dy elemente, shkputja, pauza e gjatë edhe mos rujtja dhe mos komunikimi në fusha. Kjo e ka sjell në atë drejtë, në atë nivel që mos me kuptu libra që I ka me vete. Po Kur'anin nuk bën me lshupe hiç. Absolutisht. Po Kur'anin çysh e kishit përshkruar, për shkak se e dijim, po realisht ju e dini shumë më mirë si studiuesi kësaj gjuhe, që përmban një gjuhë standarde shumë të lartë, që nuk ndodh, nuk është e zakonshme. Çysh kishit mujt pak a shumë me përshkruar se me na Gjuha e Kuranit është temë në vete, ndoshta një mision e bëjmë prapë pas një kohe. Inshallah. Ja vlen mu bë më tepër për Kuranin. Okej. Është libri I fundit hyjnor, I vetmi I cili ka murojt deri në kiamet. Është mrekulli në gjitha aspektet, qofshin ato gjuhësore, fetare, shkencore, kështu me radhë. Është një libër I cili është shpall për 23 vjet gradualisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është një material jashtëzakonisht I pasur edhe për gjuhë. Unë kam një përvojë interesante me Kuranin. Pak më herët kur përmenda për peshën e dëgjimit, të rëndësinë që ka dëgjimi në arabisht, përmenda ato vite të dëgjimit që më kanë mundsuar mos me u shkput, mos me harru, se edhe gjuha harrohet, nëse nuk merresh me të normal. Janë dy elemente që më kanë mbajtur gjallë. Natyrisht e para është Kurani, nëmër 1. Më thënë leximi I vazhdueshëm I këtij libri, me një qasje medituese, më thënë jo thjesht lexim, po edhe meditim, me kuptu çfarë po lexon, njohja arabisht më ka mundsuar që edhe me kuptu, jo vetëm se këtu kemi dallim shumë të madh mes leximit formal edhe kuptimit të asaj çka ti duke lexuar. Vim dal ngadalë te 2019 jemi afër tek hapja e fenerit edhe mësimdhënia në arabishtin kuranore. Kurani nëmër 1 edhe Abdul Hamid Kish kishte përmenda, pra leximi me meditim edhe dëgjimi I ligjëratave në fusha, përveç të tjerëve mund ka majt gjallë që këto vite mos me harru. Mandi përvoja natyrisht mësim. Është zër me kuptu Kur'anin? Hiç. Okej. S'ka më lehtë në botë. Kurani është libri më I thjeshtë, më I lehtë në botë. Kuranin e kupton edhe një fëmijë 7 vjeçar, edhe një 70 vjeçar. Okej, veç duhet me ditë gjuhën fusha mirë. Kam raste konkrete, që kur flasim, nganjëherë mund t'inglloj si hipotetike që ky po flet. Mund t'inglloj ashtu. Po ne kur flasim kemi gjithmonë shembuj konkret. Mund kemi bë ekspertiza. Para se me ardhë me një përfundim, për shembull kur I thash arabisht e gjuha më e lehtë në botë, ne kemi shembuj konkret pse është e tillë. Për shembull, edhe një herë po kthehemi mbrapa para se të vim tu. Arabisht ne për shembull qasja ime krahasoj me kode të programimit.
i mëson kodet, mandej programon. Ka gjuhë programuese. Programerët e dinë shumë mirë atë punë. Mëson Python, mëson Java për shembull, i ke kodet, mëson 1-4 muaj, i aftësohesh në to, mandej prodhon vetë. Në arabisht e njëjta. Mëson një numër të foljeve, bazike, strukturën foljore, për disa muaj, futesh në Kur'an, ajo metodë që kemi pranuar pak më vonë, edhe kaq. Okej. Këtë kemi provu, unë personalisht e kam provu me djalin tim të vogël. Okej. E çysh është kjo metodë nëse mundesh me na përshkru? Po 2000 kjo ka nis, duhet patjetër me përmend edhe ndoshta kemi kohë edhe pak me Po, edhe pak kemi kohë, po. O, Se më ka njoftu. 2012-2019 unë kam ligjeru një qendër trajnimi në Prishtinë gjuhë arabe bashkë me disa kurse tjera që qendra i zhvillon. Okej. Ka qenë nevoja edhe arabishtën me ja u mësu, më këtyne që interesohen për gjuhë arabe. Okej. Edhe kam punu si trajner i arabishtës në këtë qendër për 7 vite. 2012 deri 2019. Në 2015-ën ka ndodhur një lloj kthese që unë kam nisë me mendu për tjetër arabishtës. Se kemi 2 lloj të arabishtës, tani kemi arë në këtë situatë. Kemi arabishte fusha që u përmend, standarde, dhe kemi arabishte të Kuranit, që është gjuha e Allah, është gjuha hyjnore, nuk është njerëzore. Kemi gjuhë hyjnore të Zotit dhe kemi gjuhë njerëzore. Kjo fusha është njerëzore, ne flasim. Kjo është gjuha e Kuranit dhe kjo është më e lehta. Duket e vështirë, edhe këtu njerëzit këtu, jo, Kurani është i zarshëm, jo skapet, jo skuptohet, jo, është shumë i lehtë. Vetëm duhet qasja, duhet metoda. 2015-ën isha me një orë, mësimi me student në qendër, edhe merë dhe ashtu, nuk e di si, me pyet një studente për surën Asr. Surën Asr ne dim përmend gjithë që jemi musliman dhe lexojmë gjatë namazit, edhe e pyeta, thash, a e di kuptimin shqip që është surja Asr? Surja më e shkurtër në Kur'an realisht, po. Po? Surja më e shkurtër. Më e shkurtër. Okej, po. 3 ajete, më e shkurtër. Dhe fillova më e lehta, më e shkurtër. A e din kuptimin? Tha, jo, nuk e di. Po përmend që din, po kuptimin jo. Kjo ishte shumë goditse për mua. Ma thënë, e din përmend diçka. Di Ikhlas përmend, që din Asr përmend, që din Falaq, din Nas, din Fatiha, lexon Kur'an për ditë, ki wirdin ditor, leximin ditor të Kuranit, e nuk i kupton pjesën elementare që është domosdoshmëri, si pas Imam Shafiut. Domosdoshmëri me ditë kuptimin e pjesës bazike. Atyne që ti je duke i lexuar në namaz, përndryshe s'ke përqendrim, nëse flasim realisht. Si mundesh me u përqendru ti nëse lexon Po është pak problem po konsideroj. Si mundesh me përqendru? Po, vetëm është pak problem me Sunet të shkurtra është qëllimi. Të shkurtra. Kjo është ajo domosdoshmëri që së paku minimale secili ka mundësi. Ka mundësi. Okej. Nëse mësohet në mosha të hershme është fjala. 5-6 sure, jo më tepër. Flasim për Fatihën, për 3 sure të fundit. Ikhlas, Falaq, Nas, Asr edhe ndonjë tjetër. 5-6 sure, kaq. Kjo është mendoj unë minimalja. E çka juve ju zgjoj atë interesin që mandej çka me botutje? Po, duhet me gjetë një metodë ndryshe. Kurani është në arabisht. Ne po mësojmë arabisht me vite, edhe nuk na çon te Kurani, na çon diku tjetër. Okej. Ose ne mund të dimë arabishtën, po prap kemi të lashën kuptimin e Kuranit. Andaj kam bërë ekspertiza disa vite para hartimit të programit, se ka njerëz që e njohin arabishtën dhe flasin, komunikojnë, mirë po në Kur'an janë të dobët. Në leximi po. Te lasha ime është tek kuptimi. E tek meditimi mandej më vonë që është shkolla është niveli më i lartë. Po mendoni me qenë veç kur e mëson gjuhën arabe si gjuhë, edhe veç kur e mëson gjuhën arabe për me kuptu Kur'anin. Unë kështu i shoh, të ndome. Edhe realisht e keni aktivizuar një farforme që sistemin. Arsyeja pse po i tregoj tash për ne në Kosovë për shembull e mësojmë poezëm në një qendër mësimi mësojmë arabishtën standarde, fusa këtë që ishim duke folë deri tani. Edhe këtë gjuhë ti nuk ke ku e praktikon këtu në Kosovë, nuk flitet të ne. I pas një kohë është një probabilitet shumë i madh që ti ke me harru, që s'ke ku e përdor. Nëse e largojmë atë pasion në matë të dëgjimit edhe të mësimdhënës që është pakic, atëherë ti s'ke ku e ruan, vetë u shuhet. Prandaj ishte më arsyeshme për mua që me ndru qasjen në 2019, në disa vite të hartimit për programit, arabishtja kuranore,
me një plan program të ri në 6 module, 6 nivele, prej fillimit të sistemit folior. Pra mësohen foljet. Shkojmë prej bazës. Mësohen foljet. Mësohet sistemi foliore, tash me kryer urdhërorja. Mëson rregullat të sarfit me një gjuhë të thjeshtë, kuptueshme, pa ja kompliku shumë. Me shembuj konkret të Kuranit, vetëm nga Kurani. Asgjë tjetër hiç, veç nga Kurani. Më thënë, gramatika është, shembuj nga Kurani merr, i bashkon këto dyja, i marton një farforme, si shprehem unë, edhe del një arabishte për kuptimin e Kuranit. Se kjo është nevoja, unë mendoj, është nevoja e madhe një pjese të shqiptarisë për me kuptuar të çka lexojnë nga mushafi, çka dëgjojnë për imamit për Ramazan për shembull, ose ka qef me kuptu vetë në arabisht, për këtë shqip. Dhe kështu lindi Feneri një farforme 2019, kemi themeluar institutin e gjuhës arabe për arabishtin kuranore që është qëllim më i ngushtë, dhe kemi vazhdu me grupe të interesuara për këtë lloj të arabishtës. Dhe jemi 2025 duke vazhdu. Me plane tjera 2026 për me zhvillu globalisht, inshallah. Inshallah, shumë ide e mirë, por realisht unë po e kuptoj idenë dhe shumë ide e mirë nëse kish pas njerëz të cilët ishin interesu, por nuk e di në anën tjetër, pse pak po më tingëllon zhgënjyse se njerëzit i bën me mendu që hej, okay, unë deri qtash, më thonë se kom ditë as surën Ikhlas, as tjerat shqip një farforme. Okej, nashtani po foli për gjeneratat më të vjetra, se të rejat me siguri qasja është sot më e lehtë, dhe nëse do në me mësu, do më thonë ki mundësi që s'kan qenë ma heret. Po ata të cilët nuk jenë interesu me bo qëta, qëka me bo? Jenë tu falë? Unë fillimisht përdor humorin në mësimdhënie. Besoj fuqishëm se humori është pjesa përbërëse një mësuesi. Unë ju them kështu, nëse s'ke humor, më mirë leje këtë profesion. Mos merr hiç me ta. I bjen shumica me lon. Që e lehtëson procesin e mësimit. Shumë, kjo më thënë, ja jep një nxitje të madhe, më thënë, ofron një optimizëm që vetë ju futet në atë terrenin tënd, dhe ti mandi ku ja fiton zemrën, e ke më kollaj. Se sa ju distanca që është shumë e shprehur tani. Unë ju them kështu. Me pak humor, ka shumë mënyra për mësu arabishtën. Tash po e citoj veten. Ka shumë mënyra për mësu arabishtën. Mirë, po mënyra më e mirë është me nxjerr karikën. Okej, përfundimi, bom humor, po në përfundim të mbetet mu ul edhe me mësu shumë. Po, patjetër. Nuk i qare. Po, është e formuluar në atë formë. Okej. Ajo që ju përmendet pak më herët për mësimin e këtyre sureve të shkurtra, vërtetë që mund t'ingëlloj pak në fillim ashpër, po duhet patjetër ne me ardhë në atë nivel si shoqëri, me kuptu që e kemi pak dallash, mande me vazhdo çka është e duhura, cila është nevoja jonë. Mande unë i pyes gjithmonë për shembull, mos të zgjasim shumë. I them secili që vjen për shembull te unë. Pyetja e parë, a di cila është? Pse po do me mësu arabisht? Këtu duhet ti unë përgjigjon. Okej, qëllimi. Përgjigja jote, se të qasja jote varet prej qasaj. Po, përgjigja jote në afron shumë drejt na jep një pasqyrë të qartë se çfarë qasje më dhën. Nëse ti më thumë për shembull, mua më duhet arabishtja, kur shkoj numre, më marr vesh me shumë vjesh. Unë po duhem mësu arabisht shpejt, se s'kam shumë kohë, se vin këto. Okej, është e zakonshme. Po. Pse mëson ti arabishtën? Po unë po do se shkoj numre dhe mu marr vesh me arabt. Shumë në rregull. Unë nuk e pranoj. Publikisht. Nuk e pranoj. Jo. Unë kam qef me mësu arabisht, më bu milioner në Doha me shku një biznes me qelë. Grahi, unë s'të marr. Unë nuk e ofroj. 2019 është një lloj kthese, sikurse përmendet që ne merremi me arabishtin kuranore. Shumë se nevoja e madhe është me kuptu librin e Allahut në arabisht. Cilat janë kërkesat më të mëdha te populli jonë? Një sukses jashtëzakonisht të madh studentëve të përqindjes, që për 6 vite është ngrit vetëdijsimi, që më kishte më herët. Është ndërgjegjësim dhe vetëdijsim, edhe interesim gjithashtu për këtë lloj të arabishtës. Vazhdon me qenë edhe ajo lloj arabishte që me mësu për umre, me mësu për biznes, si hobi, është përqindje ullet, kemi bë ekspertiza, ka ndonë shifrat sakte, shumica me mësu Kur'an. A shumica kanë kërkesën për Kur'an? Kërkesa, që qenë se është kërkesa e madhe, nevoja që ne kemi pa, atëherë 2019 e tutje,
vazhdojmë, domethënë me vazhdu këtë rrugë. Pa mendu 2 herë mu kthy mbrapa në menhexhin e vjetër, absolutisht, po vazhdo tutje fuqishëm. Është kjo që ne po e bëjmë tani, edhe ka sukses. Alhamdulillah. Kam provu me djalin tim e përmendë kur ka qenë, e mbaj mend ka qenë Darisi, djali i vogël. I ka pas 3 vjet, kam nis me Qaide Nuranie, që është libri fenomenal për mësimin e shkronjave, që kemi në plan program. Libri më i mirë i mundshëm për një person që s'din arabisht hiç, është zero. Mëson Qaide Nuranie, mëson shkronjat. Dhe po e them publikisht, është metoda efikase me mësu një fëmijë prej moshës 3 vjeçare. E kryen edhe vazhdon tutje me mësimin e sureve, është program i ngjeshur shumë i veçantë që të shtyn drejt kësaj rruge me të lidh me Kur'an më tip. Shkurt të shqip. Po, shumë Ai bile kam thënë kështu pak një formë, nëse nuk e qenë i lidhur me Kur'an fare, me fener lidhesh me Kur'an. Okay. Nëse ke qenë i lidhur me Kur'an, lidhesh më shumë. Perfekt. Në sillu ka të sillësh, ti duhesh më lidh me Kur'an. Normalisht. Të mendoj nuk ka me rëndësi unë më konsideroj, ju aty jeni mësimdhënës, do thotë zhvilloni aktivitete mësimdhënie për gjuhën arabe që lidhet kryesisht me Kur'anin, po veç kjo ide mendoj që mjafton me ditë atë rëndësi. Përndryshe jemi gjyku e paragjyku shumë që falemi dhe nuk dijmë çka thojmë. Më thon kryesisht prej të tjerëve. Kështu që është një mundësi shumë e mirë që ne me fillu, siç thatë edhe ju, me u vetëdisu që me ditë të paktën që ato suret e shkurtra, me i ditë çka jemi tu, me i ndje. Jemi duke lexuar namaz. Unë besoj që kjo na lidh më tepër, e rrit përqendrimin, e rrit nivelin e meditimit. Ti e shijon namazin ton sepse e din çka po thot Allahu në atë sure. Kur lidhesh me imam, fillon me kuptu çka po të thot. Kjo është metoda që bazohet tek dietarët të hershëm që kanë këshillu se ti duhesh me kuptu mesazhin e Allahut, ai ka zbrit për me kuptu librin, ju thjesht me u lexu. Sikurse kemi edhe rastin, për shembull nëse lexojmë Kur'an në surën Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarak, libri që ne kemi zbrit është i bekum. Pse është i bekum? Ka përgjigje në vazhdim të ajetit li yadabbaru ayatihi, për me meditu ajetet e tij. Ju mi lexu. Si ti lexon formalisht, ti nuk i ngritje. Von shndrohet një rutinë, se vape merr natyrisht, nuk ka dilemë. Kjo ka rëndësi me u cek, për shkak se nuk po du me tingëllu shumë. Absolutisht. Asun nuk kam dëshirë mu tingëllu. Se vape ti për çdo shkruajnë sipas hadithit, la aqulu alif lam mim harf, nuk po them sipas hadithit që alif lam mim është harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Elifi është një harf, dhe të sevape. Lami është harf dhe të sevape, mimi është harf dhe të sevape gjithashtu. Mirë po, a duhet me nejt këto, apo ke mundësi me vazhdu tutje edhe me rrit meditimin tënd për me kuptu mesazhin e Allahut në librin sikur se e ka zbrit, në formën burimore origjinale. Këtë ne po synojmë një pyetje të fundit, për shkak se nuk ka njoftu që, më thon kohën veç e kemi te i kalu, po du me ditë sa zgjat një kurs, një trajnim, si do që ju e quni, do thot për arabishtën e Kur'anit, sa nivele i ka? Atëherë shumë shkurt, mos me zgjatë tepër, 2019 kemi fillu me kurse me prezencë fizike në klasa, për 2020 pas pandemisë kemi kalu në online, të është vazhdojmë ende online. Veç online? Vetëm online. Kemi grupe mjaftueshme, alhamdulillah. Grupet fillojnë në çdo shtator të vitit akademik, edhe do më thënë zakonisht ajo çka duhet me përmend këtu është moduli zgjat 3 muaj ditë. Një modul? Po një modul ose një nivel ndryshe. Një nivel, zgjat 3 muaj dhe gjithse janë 6 për 2 vite akademike. Do më thënë fillon nga bazat e foljeve nivelin e parë dhe dytë, vazhdon niveli 3 dhe 4 sarf dhe nahwu, mëson pjesën gramatike gjithmonë me Kur'an. Do më thënë mos të harrojmë, prej fillimit deri në fund, Kur'ani është shoqëruesi i vazhdueshëm. Në çdo material ka ajete kuranore. Ato shembuj që përdorin libra të tjerë të jetës përditshme, aeroplani, anija, autobusi, kumbulla, molla, ato që i shohin për libra të tjerë, të arabishtës këtu nuk i gjen hiç. Domethënë ky të çon drejt Kuranit. Pra ka shembuj konkret. Niveli 5 dhe i 6 fundit pas gramatikës avancume është tefsiri dhe hadithi. Dhe pas përfundimit nivelit 6, ajo çka duhet me ditë audienca është që ne synojmë me arrit dhe kemi arrit, alhamdulillah, që një student pas përfundimit të 2 vite të mësimit të arabishtës kuranore arrin 3 objektiva. Shumë shkurt.
Po. 3 objektiva. Të parën e arrin 80% të njohjes së Kuranit në arabisht, pa përkthim shqip. Për një faqe kuranore arrin me kuptu një student që ka përfundu 6 module, me kuptu vetë, pa ndihmën e përkthimit shqip, 80% të faqes. Që është përqindje e madhe. Mbetet 20% që fjalëve të ralla që Kurani ka, që të mësohen mandej individualisht. E dyta është mëson hadithe, pahareke. Kur them pahareke, do të thënë që është goxha e vështirë me lexu pazanore. 70 hadithe të niveli 6 për zgjedhura, i mëson, i memorizon, i kupton arabisht, edhe treta arrin me lexu tekste, libra në arabisht pazanore. Nëpërmjet rregullave që u ofrojmë, arrin me u fut në botën e leximit, e dëgjimit. Ju falenderoj shumë për prezencën edhe për krejt informacionet. Po, falenderoj shumë edhe juve, po kemi edhe diçka mos të harrojmë, sepse kemi me dhënë 4 këshilla. 4 këshilla. Mandej e bëjmë përmbyllje në zyrtare. Se regjia veç alarmin e kush ma kanë lëshuar. Regjia na bën halal dhe bën sabër, ndoshta nuk ju marrim shumë kohë, po s'kemi çfarë ndoshta se kishte edhe shumë të tjera që edhe unë jam mundu me me i po si përmbledhje, po këto që i kam menduar me i shpreh, po besoj që janë shumë dobishme për ata që në përcjellin. Është e përmendëm pak më herët, librin të ngjym pak arabisht. Është mesin aty në librave që i kam përgatitur gjatë këtyre viteve, mos të zgjatemi prapë shumë. Është një titull, këshilla praktike për mësimin e arabishtës, kur më thotë dikush për shembull vjen, cila kishte më thënë ajo këshilla ma goditse, ma e mirë, ma praktike për me mësu arabishtën. E kam emërtu banu fëmi. Një rritur me tentu me u bë fëmi. Që mos me të ardhë keq nashta? Pse duhet, tash po sqarojmë, pse duhet me u bë fëmi për me mësu arabishtën? Për me mësu një gjuhë të huaj, në këtë rast arabishtën, duhet mu përpjek maksimalisht me u bë fëmi. Natyrisht, i rrituri s'bëhet më fëmi, po dihet. Po në këtë rast, besoj se më kuptoni, fjala është me i bë veprimet që i bën një fëmijë. Dakor? Shkojmë pra. Gjithnjë sipas ekspertizës sime në këtë drejtim, fëmia praktikon 4 gjëra që janë shumë të nevojshme në procesin e mësimit, e cilat i rrituri me siklet dhe rall herë i bën. 1. Fëmia tregon ngadishmëri të jashtëzakonshme për me dëgju me vëmendje. Krejt çka sheh dhe dëgjon në pajisje teknologjike, ai përjeton me shumë emocione, bashkëndjen fort dhe futet në atë botë dhe siç thuhet bëhet i tërë i vesh. Kjo është e parë. E dyta, e veshja sikur se e dim, është mjet shumë i nevojshëm gjatë përvetësimit të gjuhës. Puna e dëgjimit. Normal. 2. Për krejt atë çka sheh dhe dëgjon, ai mundohet ta shpreh nëpërmjet komunikimit pa pardon. Imiton, shkruan, përsërit. Madje edhe atëherë kur i thua pusho pak. Kur i thua fëmis pusho pak, ai s'nalet. Ai vazhdon. S'ka kush e nal gjatë zbrazjes së brendshme. I rrituri kur duhet komunikoj ose të shpreh atë çka ka dëgju, e bën skip. Nuk flet i rrituri. Ndodh shpesh që s'do me fol. Fëmia jo, ai flet. Gjithmonë. 3. Fëmia gabon që ç'ke me ta. 5 parë si jep. Gabon t'u i kesh me loçk të zemrës. S'ka mësim më të mirë se me mësu nga gabimet. Mbani mend. Ai që s'gabon gjatë procesit të mësimit, kur s'arrin me fol një gjuhë të huaj. I rrituri matet, e tjerë, t'u i zgjedh fjalët, e prej tutës gabimit, s'flet hiç, edhe në fund, siç thot populli, jetë muhasere. E katërta e fundit, fëmia s'nguron hiç me përsërit atë çka jep prindi ose mësuesi. Ai e zbaton mrekullisht rregullin e artë arabishtës, isma wa asma, dëgjo edhe kumto. Me përsëritje të shpesht arrihet gdhendja dhe përsosja e gjuhës, siç thot gjuhëtari i njohur El Muberrid, njësoj sikurse fërktari i cili e përsos zanatin e vet me duar duke goditur hekurin me durim, edhe gjuha përsose duke lëviz gjuhën me shumë durim.
Shumë faleminderit për këto këshilla, kjo me fëmijën ke shumë gjitha, mirë po ajo me fëmijë ke shumë ideale për shkak se kanjëherë pata shumë të drejtë kur thatë puna këndvështrimit. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Mirupafshim në episodin e radhës. Raimond Dediq